Shqipëria vazhdon të shënojë një nga normat më të larta të rritjes ekonomike në Europë, mbështetur nga turizmi, inflacioni ulët, borxhi publik në rënje dhe rezerva të forta valutore, vlerëson Fondi Monetar Ndërkombëtar në përfundim të konsultimit të nenit të katërt për vitin 2025. Sipas vlerësimit të Bordit Ekzekutiv të FMN-s, rritja ekonomike pritet të mbetet e qëndrueshme në nivelin 3.5% në vitin 2025 dhe 3.6% në vitin 2026, e nxitur kryesisht nga konsumi privat dhe mbështetja e vazhdueshme e sektorit të turizmit. Inflacioni parashikohet të rritet gradualisht nga 2.2% në vitin 2025 drejt objektivit prej 3% në gjysmën e dytë të vitit 2026 në kushtet e një tregu pune të shtenguar dhe rritjes së pagave. Ndërkohë, deficiti i llogarive korrente pritet të jetë 2.8% e produktit të brendshëm bruto në vitin 2025 dhe të zgjerohet gradualisht me rreth 3.5% të produktit të brendshëm bruto në afatin e mesëm, si pasojë e rritjes së importeve të nxitura nga të ardhurat më të larta dhe investimet publike kapitale. FMN-ja vlerëson se disiplina fiskale ka çuar në një ulje të ndjeshëm të borxhit publik, i cili pritet të bjerë në 50% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa rezervat e forta valutore kanë përmirësuar ndjeshëm pozicionin i jashtvendit. Në këtë kontekst, qeveria shqiptare po avancon reforma të guximshme me synim për të siguruar antarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Për të ruajtur stabilitetin makroekonomik dhe për të mbyllur borxhllëqet e reformave me Bashkimin Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar thekson se reformat e brendshme janë edhe thelbësore. Prioritet mbetet ruajtja e rezervës fiskale përmes mobilizimit të qëndrueshëm të ardhurave, përmirësimit të administrimit tatimor dhe modernizimit të sistemeve të taksës së pronës, si dhe rritja e transparencës dhe cilësisë së shpenzimeve publike. Në lidhje me politikat fiskale, FMN-ja vlerëson se rritja e presioneve mbi shpenzimet nuk adreson në kohë të plot, por mund të rrezikojë qëndrueshmërinë fiskale, veçanërisht përtej vitit 2030 për shkak të ndryshimeve demografike, detyrimeve për mbrojtje dhe shpenzimeve që lidhen me klimën. Për të ruajtur rezervat fiskale, FMN rekomandon reforma të favorshme për rritjen me anë të ardhurave, përmirësimin e cilësisë së shpenzimeve dhe rritjen e transparencës fiskale. Në fushën e politikës monetare, Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se qëndrimi aktual i Bankës së Shqipërisë është i përshtatshëm, por thekson se Banka Qendrore duhet të jetë e gatshme të reagojë shpejt ndaj zhvillimeve të tregut, veçanërisht nëse efektet dytësore nga rritja e pagave rezultojnë më të forta se pritej. FMN-ja rekomandon gjithashtu fleksibilitetin më të madh të kursit të këmbimit dhe mbështetjen më të madhe në normën e interesit për ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Në planin afatmesëm, Fondi Monetar Ndërkombëtar thekson se arritja e konvergjencës së të ardhurave me Bashkimin Evropian kërkon reformë të thellë strukturore, veçanërisht në rritjen e produktivitetit, zhvillimin e kapitalit njerëzor, përmirësimin e tregut të punës, forcimin e qeverisjes dhe luftën kundër korrupsionit.